Ish futbollisti kombëtar dhe ish drejtuesi i njohur sportiv Iglitare ka përfunduar në dyert e prokurorisë së posaçme. Ai është thirrur nga hetuesit për të dhënë shpjegime rreth verifikimeve të pasurisë që po kryen ndaj ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila përveç marrjes si e pandehur për tenderat, po hetohet edhe për pastrim parash. Në fokus të prokurorëve ka qenë pikërisht një apartament luksoz në Bregdet dhe marrëdhënia e ngushtë që ekziston mes Tares dhe Ballukut. Përpara prokurorëve të posaçëm, Tare mësohet se ka zbardhur të gjithë historikun e pronës në jug të vendit. Ai ka deklaruar se apartamenti tip duplex është blerë rregullisht prej tij që në vitin 2018, duke vënë në dispozicion edhe kontratat notarale dhe duke vërtetuar se çdo pagesë është kryer përmes sistemit bankar. E sa i përket lidhjes mes ish zëvendës kryeministres, ai ka treguar se bëhet fjalë për një miqësi shumë të vjetër që nuk ka lidhje me postet e saj. Me Belinda Ballukun ka marrëdhënie miqësore që prej fëmijërisë, një fakt që njihet gjërësisht në Tiranë. Familjet tona kanë lidhje të vjetra dhe frekuentojnë prej vitesh, ka dëshmuar Tare. Në kuadër ai ka shpjeguar se si miki i afërt i ka ofruar asaj dhe fëmijëve mundësinë për ta shfrytzuar banesën e dërmiu gjatë pushimeve. Ish drejtuesi sportiv i Lazios ka hedhur poshtë me forcë çdo aludim për favorizime në tendera apo implikim në aferat e dyshuara. Ai specifikoi se çështja e kontrollit që po qarkullon daton që nga viti 2014 dhe është plotësisht e parashkruar. Mese jam informuar, bëhet fjalë për një procedurë të para 12 viteve, e cila është e parashkruar dhe pas një lidhje me ato që po hamendësohet, mësoi të këtë thënë ai. Në mbyllje Tare ka kërkuar që të mos sënohet imazhi i figurave publike mbi baza dyshimesh të paprovuara, duke deklaruar se çdo veprim i jetës së tij ka qenë transparent dhe brenda kornizave ligjore.